Nga finiqi ku shpërndau leje legalizimi, kryeministri Edi Rama sulmoi Partinë Demokratike duke theksuar se ata që provokuan vitin 1997, sot për të ikur drejtësisë po tentojnë të ndajnë Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Po ata që e shkaktuan 97-ën, sot për të ikur drejtësisë janë gati të na ndajnë për zgjallje prapë me Europën, kanë ndërmarrë një fushat të paimagjinueshme sulmesh dhe balte kundër Shtetet Bashkuara, kundër Bashkimit Evropian, kundër Gjermanisë, kundër të gjithë atyre që në fakt çfarë duan? Duan të na mirëpresin në familjen europiane dhe thonë hiqni nga puna gjykatësit e prokurorët e korruptuar. Rama u bëri thirrje qytetarëve që më 18 qershor të zgjedhin ose çadrën e Partisë Demokratike që nuk ofron asgjë, ose të ardhmen e vendit. Për të luftuar me mishe me shpirt që të shlirojmë popullin nga kthetrat e gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar, që janë armiku numër 1 i këtij populli dhe që janë të lidhur si mishi me thojnë me ata që janë futur në çadër atje nga frika e drejtësisë, dhe me të njëjtin pasion, me të njëjtin vullnet, me të njëjtin këmbgulje, siç po luftojmë për drejtësi, luftojmë edhe për të rritur më tutje ekonominë, punësimin, mirëqenien. O me familjen tuaj, o me çadrën. O Shqipërinë në Europë, o Shqipërinë në çadër. Kryeministri premtoi se do të hapet një qendër arsimore për minoritarët, ndërsa ironizoi kryetarin e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangjel Dule. Po ç'a bën Vangjeli në çadër? Ç'a bën? Ha? Ç'a bën Vangjeli në çadër? Gjumë nuk fle ai, se unë e njoh, e kam dhe mik, po na ka ikur në drejtim paditur. Na ka ikur, vetëm ju mund ta sillni në rrugën e Zotit Vangjelit. Ju të kishës. Se ne i kemi bërë përpjekjet, po nuk funksionon. Ja ka marrë mendjen shejtani. Gjithashtu, Rama dha garanci se askush nuk do të cënojë të drejtën e pronës së minoriteteve, duke deklaruar se ndarja territoriale ka për qëllim vetëm rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe rritjen e investimeve.